والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم به تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pasi që gjendemi në një muaj të shenjtë të Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe jemi në pjesën e disa ditave të cilët janë shumë të vlefshme, ditët më të mira, të cilët I ka caktuar Allahu Gjelle Gjelaluhu në 10 ditëshin e parë të Dhulhijhes, dhe se kjo është gjumoja e fundit të themi e cila I paraprin ditës së Kurban Bajramit. Dhe se padyshim se neve si musliman na intereson disa ritualet e Allahut Gjelle Gjelaluhu që na të I dim së paku edhe pse I keni ndëgjuar, por një rikujtim të shkurt ndaj një ritualit madhor të Allahut Gjelle Gjelaluhu, ajo është therrja e kurbanit. Nuk vlerësohen këto dita, përveç se nga madhëria e madhe që Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ka dhuruar, është që në to gjendet dita e festës, dita e therrjes, në të cilën në to therren kurbanat, derdhet gjaku për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe se kjo është një nga ritualet më të mëdha të Allahut, që Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka caktuar për muslimanët që ato të shprehin për ulsinë e tyre dhe sakrificën e tyre ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe se me të vërtet kushdo I cili I madhëron këto rituale të Allahut Gjelle Gjelaluhu, kjo është një shenjë për ulësie të zemrave të tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an فَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kushdo I cili I madhëron ritet e Allahut Gjelle Gjelaluhu, ajo me të vërtet është një shenjë për ulësie dhe devotshmërie të zemrave të tyre. Një ashtu Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an na tregoi o vëllezër se për çdo ummet Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka caktuar ritin me të cilën ato therrin kurbanat edhe vendtherrjet e tyre ndaj asaj të cilën I ka furnizuar Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ Për çdo ummet, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, kemi caktuar një rit fetar për to, apo vendtherrjen ku në to therrin ata kurbanat të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka furnizuar ato nga behimetul en'am, nga ato bagatit, kafshët e buta shtëpiake. Dhe mu për atë besimtari, duhet që të dinë se çka shkurt disa
si obligime të tij për ta patur një kurban të pranuar të tij, që në to me të vërtet shpreh për ulësinë dhe kjo vepër o vëllezër kryhet vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Se Allahu xhelle xhelaluhu e ka lidhur therrjen e kurbanit me ibadetet e ngushta të tij, që ato të jenë të sinqerta vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Allahu dhul xhelal në Kur'an e urdhnon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë kështu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj Muhammed sallallahu alajhi wasallam, namazi im, vdekja ime dhe jeta ime, kurbani im, therrja ime që therr dhe dërgjak për Allahun xhelle xhelaluhu, tha ajo është vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Nuk futet në to dikush tjetër që në therrjen e kurbanit të jetë qëllimi i lavdrimit, të jetë qëllimi se mos më thonë se ky nuk theri kurban e kështu me radhë. Por në to niyeti është shumë i sinqert që ajo vepër të jetë vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu, dhe se kjo vepër i takon vetëm Allahut xhelle xhelaluhu, edhe Allahu xhelle xhelaluhu e ka lidhur ngushtë me ibadetin. Sikur që dietarët polemizuan në vitin e kaluar, treguam ato dispozitat dhe vlerat e shumta dhe cilat janë ato kushtet, kush dëshiron mundet që të i kthehet të i ndëgjon gjërësisht, por na këtu vetëm blic kalojmë si përkujtesë të asaj që neve na duhet si musliman, duke e ditur se dispozita e therrjes së kurbanit qëndron në polemikën e dietarëve se a është wajib, a është obligim apo është sunnet i fortë. E përderisa dietarët në ato polemizuan dhe diskutuan, pra kjo çështje neve na aludon se është e rëndësishme dhe se na duhet të i kushtojmë vëmendje për të therrur kurban në ditën e therrjes, në ditën e Kurban Bajramit. Dhe mu për atë dietarët të cilët shkuan si medhebi Ebu Hanifës, El-Auza'iu, El-Lejthiu dhe zgjedh Sheh Islam ibn Taymija rahimullah këtë mendim që është wajib për çdo musliman i cili ka mundësi. Është obligim, është detyrë që ai të therr kurban. Derisa Sheh Islam ibn Taymija rahimullah tha se për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu e ka ngjitur me adhurimin dhe me namazin. Kur urdhënoi për namaz, urdhënoi edhe për therrjet e kurbanit. Në surën më të shkurtër të cilën të gjithë e dini, është surja Kauthar, që Allahu xhelle xhelaluhu në to tha: "Fasalli li rabbika wanhar", ti falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Pra kjo është si një obligative, si urdhër, por normal që dietarët të cilët shkuan shumica në ato se është sunnet i fortë që të therr kurban kushdo i cili ka mundësitë, dhe Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë gjërësi atij, mos ta anashkalon këtë obligim dhe këtë ibadet, këtë adhurim të Allahu xhelle xhelaluhu, e ti të shprehish për ulësinë tënde, edhe ti të shprehish devotshmërinë tënde, për arsye se me therrjen e kurbanit nuk arrin diç tjetër vetëm se te Allahu xhelle xhelaluhu devotshmërinë të cilën e kërkon Allahu xhelle xhelaluhu nga ajo. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në suratul Hajj: "La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tha Allahu xhelle xhelaluhu nuk arrin mishi e as gjaku te Allahu xhelle xhelaluhu nga kurbani të cilën ju e therrni, por arrin qëllimi devotshmërisë juaj, ato të cilën e don Allahu xhelle xhelaluhu, don për ulësinë e zemrave tona, që ti të kthehesh dhe je në gjendje të japish diçka për Allahun xhelle xhelaluhu, dhe nuk e kursen aty kur është çështje për Allahun xhelle xhelaluhu. Derisa edhe pse ka polemik te ky hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Tirmidhiu nga Aisha radhiyallahu anha, dietarët e saktësisë së këtij hadithi shkuan në ato se a vlerësohet deri në gradë të mirë apo nuk vlerësohet ky hadith, mirë po si vlerë cekum këtë hadith, të cilën tha Aisha radhiyallahu anha kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Ma amila ibnu Adama min amalin ahabbu ila Allahi fi ayamin nahr min ihraqi ad-dima." Nuk ka një vepër të cilën e vepron biri Ademit nga veprat më të dashura te Allahu xhelle xhelaluhu në ditën e therrjes, se sa të derdh gjak për Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe pastaj tha:
Dhe nuk vjen wa innahu la ya'tiha yawm al-qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dhe ai vjen ditën e gjykimit që te Allahu xhel xhelal do t'i vendosen në peshora atij. Sa i vendosen brirët e dashit të atij të cilën e ka thirrur të qurbanit të tij, i vendosen thundrat, e i vendoset dhe kymet me thonë të atij qurbani, të cilët ai i ka thirrur, të gjitha do t'i vendosen një ditë në peshorët e Allahu xhel xhelaluhu për atë ai i cili e ka thirrur atë. Dhe mu për atë vëllezër, dietarët i vendosen disa kushte të pranimit të një qurbani që një musliman dëshiron që ai të e thirrë ato për hir të Allahut xhel xhelaluhu, që nuk diskutohet që një musliman të ketë mundësinë e mos të thirrë qurban. Për arsye se është një vepër që ti e bën për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Mu për atë, dietarët folën për disa kushte të cilët janë si kushte pranimi, cilat kafsh janë të lejuara për të qenë të pranuara në qurbanin e pranuar, pra e vendosën si kusht që të jetë min behimetul en'am, të jetë nga bagëtit ato kafshët e buta shtëpiake, edhe i saktësuan të jetë nga devet, lopët, dhent dhe dhit. Jashtë këtyre nuk vlen për qurban. Pra Allahu xhel xhelalu tha ala ma razaqahum min behimetil en'am. Në ato të cilët i ka furnizuar Allahu xhel xhelalu nga ato bagëtit të cilët janë kafshët e buta shtëpiake, të saktësuara apo të caktuara, të cilët janë pra devet, lopët, dhent dhe dhit. Edhe duke marrë pjesë në to, edhe ato ke mashkull apo femër. Në të gjithë to 4 lloje të kafshëve, të cilët këto janë të vetme të lejuara për qurban, që të theren për qurban. Mirë po cilat janë ato vitet e pranuara që ndërto nuk bën dhe nuk pranohet qurbani, pra për të devet shkuan në ato që duhet të i ketë 5 vite. Te lopa duhet të i ketë të mbushur 2 vite. Te delet edhe te dhit të i ketë 1 vjet. Mirë po te dhent dallon pjesa ndë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush nuk ka mundësi që të fillon prej në 6 muaj. Të i ketë të mbushura 6 muaj, të dhend vetëm e jo dhe të tjera. Pastaj kushti tjetër normal që është e njohur, pra vitet pasi që i cekum të jetë një ashtu edhe nga ata kafshët të cilët është e liruar nga tëmetat. Mos të ketë tëmeta, po shkurt, edhe pse i dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me keni dëgjuar të gjithë, në të cilën janë bashkuar të gjithë dietarët, janë ato 4 tëmetat e shfaqura të dukura, nëse i ka nuk pranohen. Jashtë atyre është futur në polemik të dietarët. Kurse ato 4 tëmetat janë të njohura, hadithin që transmeton Abu Davudi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nga Bara ibn Azib, me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ceku se cilët janë nga qurbanët të cilët vlen, fala tujzi arba'atun anil adahi. 4 qurbana nuk vlen nëse i kanë këto cilësi dhe nëse i kanë këto tëmeta. E para tha el awra'u bayyinu awruha, ajo e verbëra e cila është e dukshme e qartë verbësia e saj. Qërë e ka syrin e zbardhur, apo e ka të thatë e kështu me radhë, kjo nuk vlen. Në këto 4 pika vëllezër janë të bashkuar dietarët që nuk vlen qurbani. Jashtë këtyre pastaj ka polemik. Mirë po mbani mend këto, ajo e cila është e verbër, e qartë verbësia e saj, tha wal maridatu wal bayyinu maraduha. Ajo e cila është e sëmur, e cila është e qartë sëmurja e saj. Është e sëmur edhe shihet e qartë që është e sëmur. Pastaj i tha wal arja'u, ajo e cila është te na i thonë që shkepën, ajo e cila çalën edhe shihet qartë çalimi i saj, nuk mund as të imrin as delet apo tufën e deleve. Shembull, dhe një ashtu ajo wal kesiratu allati la tunqi, dhe ajo e dopta, te na i thojme e zaifta, e cila nuk mund as të ecë pas deleve, apo në disa raste, kanë ardhur në disa hadithe që edhe ajo që
ka arritur dhe truni i saj mos të jetë prezent nga dobësia e saj. Pra ato të cilët janë me këto 4 cilësi të cilët i kanë nga të metat, nuk pranohet kurbani. Por atë thanë në këtë hadith El-Khattabi rahimullah, tha ky hadith na jep neve shpjegimin e qartë që në këto janë të tubuar që të mundohet të i iket këtyre 4 llojeve të cilët i kanë këto të meta, edhe jashtë kësaj tha, edhe nëse ka të meta, po kurbani pranohet. Sikur që Ebu Hanife rahimullah shkoi në mendimin se nëse i ka dhëmbët e pikura një pjesë dhe ajo mund të kullohet e kështu me radhë, te na ndoshta është shumë e madhe, mirë po vetë Ebu Hanife rahimullah tha bën për kurban, përderisa ajo ka mundësi që të hanë. E kështu me radhë, pra në to janë disa prej atyre të cilët janë futur dietarët në polemika ku bën dhe ku nuk bën, por në pjesën se arrin pranimi i kurbanit. Por po i pat këto 4 të meta, atëherë kurbani nuk është në rregull. Dhe një ashtu, pra në kurbanin me të cilën e therr të kafshët e mëdhaja është pjesëmarrja dhe bashkëtherrja, që të marrësh pjesë në therrje, janë 2 lloje të kafshëve të cilët mundet që të marrin pjesë, ken ato familjar, ken ato dashamir, shoqëri e kështu me radhë. Në devet dhe në lopët kanë drejta të marrin pjesë në therrjen e tyre 7 veta, 7 persona. Te lopët ke moshkull apo femër, kanë drejta të marrin pjesë 7 veta. Ken familjar, ken jashtë familjar, ken dashamir, të gjithë mund të marrin pjesë në to. Hadithe të shumta janë ardhur, por nuk premton koha që të i cekim argumentet e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thanë ishmi ata të cilët pejgamberi Allahut na pacaktuar që merrnin pjesë në lopët nga 7 dhe te devet nga 7 persona. Mirë po është një hadith tjetër dhe një mendim tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka treguar, dhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu e transmeton hadithin që kemi marr pjesë apo në devet lejohet nga 10 veta, që të marrin pjesë 10 veta, kurse te lopët 7 veta, më shumë se 7 veta. A guxon që të therret një lopë për një person? Guxon. Të gjithë dietarët janë të mendimit se te devet dhe te lopët 7 veta, 7 persona kanë drejta të marrin pjesë, përveç Imam Malikut, i cili shkoi në mendimin se si lopa, si devja, si delja, tha janë të njëjta, vetëm një person. Kurse të gjithë dietarët tjerë janë në ato shkakje argumenteve se therret kurban, pra nëse është kafsha e madhe, pra lop apo bik, apo do të thonë që është e njohur te na muzati, të demi, pra në to therret 7 ose mund 3 ose 1, ashtu sipas që e ka mundësinë. Por këto janë disa me të cilët i cekun, pra të shkurta, që çdo musliman duhet që të i dinë. Edhe më së paku mos ta lën një musliman që të therr kurban, pra dhe nëse është mundësia, ai damaqini që cekëm të na krye familjari që ta therr një dash, ta therr një kurban për gjithë familjarët e tij. Siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur theri kurban, e theri kurbanin, e vendosi ato mirë, vendosi komën e tij dhe tha bismillah në emër të Allahut xhel xhelaluhu, Zot, ky kurban është për mua, për familjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra krye familjari, nëse nuk ka mundësi spaku, krye familjari që të therr kurban, të therr pra në atë shtëpi dhe të i shtin, të i pjeston në lutjen e tij të gjithë familjarët e tij. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që këtë obligim dhe këtë ritual Allahu xhel xhelaluhu të na lehtëson dhe Allahu xhel xhelaluhu ta pranon nga ne. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.